Aksidentet rrugore janë rikthyer në rritje gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2026. Sipas Instat, nga janari në qershor janë regjistruar 679 aksidente, 43 më shumë se një vit më parë, ndërsa numri të aksidentuarve është rritur nga 883 në 952 persona. Orët më problematike mbeten ato nga 19 deri në mesnatë. Për ekspertin e sigurisë rrugore, Artur Sulçe, aksidentet në mbrëmje lidhen kryesisht me mungesën e ndriçimit dhe vështirësitë për të dalluar këmbësorët apo ciklistët. Lidhet e para në rastet kur është automjet këmbësor në kushte të errësirës duke pasur rrugë të cilat janë të pandriçuara dhe një pjesë e rrugëve ku ka ndodhur të aksidentet janë në rrugët interurbane dytësore, të cilat janë me 2 korsi vajtje-ardhje. Shkëmbimi i mjeteve dhe i dritave të tyre ndikojnë jashtëmase në ardhjen e aksidentit, duke mos e parë një këmbësor që është i pandriçuar dhe që nuk ka shenjat fosforishente, apo një biçiklist pa biçikletën pa shenjat fosforishente dhe ndriçimin e fenerit të vogël të parë, apo dhe motocikleta. Sulçe thotë se një tjetër faktor është mos respektimi i kufive të shpejtësisë. Shumë prej drejtuesve të mjeteve ecin me shpejtësi tej normave të lejuara, njëkohësisht duke menduar që në këtë orë nuk ka dhe kontroll policor të policisë rrugore masi kanë marrë shërbimet e tyre. Sipas ekspertit, aksidentet e rënda ndikohen edhe nga drejtimi i mjeteve nën efektin e alkoolit, por jo vetëm. Mund të jenë dhe nën efektet e lëndëve psikotrope, të cilat janë përhapur në vendin tonë në çdo cep të Shqipërisë. Sa kaq i pyetur për masat e policisë, eksperti Artur Sulçe tha se nevojiten politika më efektive parandaluese dhe më shumë kontrolle në akset me risk të lartë për të ulur numrin e aksidenteve rrugore.